Okej, historia fillon kështu. Që jam unë duke bërë valizën time gati sepse vendosa që këtë Pashk ta kaloj pak ndryshe. Në Itali, por prisni, nuk do isha vetë në këtë aventurë, më bashkohet edhe çuni misterioz, i cili për fat të keq kishte një problem të vockël. Dokumentat. Dhe si e zgjidhëm? Në mënyrë më të komplikuar të mundshëm. Si fillim, morëm makinën dhe për 9 orë udhëtuam deri në Tiranë. Po, për 9 orë. Nga aty, morëm avionin për në Bologna. Edhe jo, nuk mbaron aty. Na prisnin edhe 4 orë të tjera rrugë deri në Trentino, destinacionin ton të fundit. Edhe gjithë kjo histori u bë për 2 persona shumë të veçantë për mua, Angelën dhe Clydin, sepse pashkët pa familje thjesht nuk janë njësoj. Jeni gati? Sepse diku këtu fillon vlogu im. Përshëndetje të gjithë, edhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elena, edhe sot nisim një vlog të ri. Edhe unë po ju përshëndes nga aeroporti. Edhe jo nga aeroporti i Greqisë. Haha, nga aeroporti i Italisë. Po ju fshija këtë udhëtimin këtu edhe pak kohë, sepse po mundoheshim ta përgatisim me motrën. Kam erdhur në Bologna te motrushka ime. Tani sa dolëm nga aeroporti, nuk jam vetë, me kë jam? Me kë je, Eleana? Me kë jam? Kë di? Me kë jam? Me mua. Me shokun tim, me çunin misterioz. Edhe po presim tani motrën të vitë të na marr me makinën. Edhe Kemi shumë story pastaj për të thënë. Po, pastaj kam t'ju them një story time. Do e mbaj mend për gjithë jetën tonë. Sa shumë je stresuar sot nga 1 deri te 10. 12. Qa 12? 100. 100. 100. 12. Po shkojmë të gjejmë motrën edhe flasim pastaj, rikthehemi. Unë e hapa këtë vlogun edhe jam super e shpifur, ndërkohë, desha ta hap vlogun shumë më para. Që atëre që unë nisëm, se ne ishim në Tiranë, do ju them pastaj historinë. Pastaj vajtëm në aeroport, pastaj erdhëm në Itali, edhe unë desha ta hap vlogun, po nuk e hapa, se ishim pak të stresuar. Dëshipërsurën nga shteti. No, kë kam këture? Më erdhi motrushka. Sa bukur të zgjohesh një ditë, edhe të vi motrushka në darkë, pastaj të rini kushi pashka. No, la polizia, no. Ata që janë të djegur me TikTok-un do na kuptojnë. Bravo. E lam makinën në parking, si që i thash, ishim te aeroporti e Bolonjës, edhe erdhëm në Bologna, në qendër, sepse shoku im që herën e fundit që kishim erdhur këtu në Bologna, ishim ullur në një lokal, edhe kishim ngrënë pasta e tortellini, edhe shoku im që atëri që i hëngri, më ka qarë kokën, dhe eshte pa tjetër të vim sot të haj tortellini, kështu që po shkojmë të hajmë tortellini, edhe po nuk e kuptuat, që do hajmë, motra? Mos do hajmë gjë tortellini. Më duket do hajmë... Jo, mos po doni të hajmë një tortellini. Tortellini! Herën e fundit që isha në Bologna, përveç makaronave që hëngrëm edhe tani, që ishin fantastike, kishim erdhur edhe te Humana Vintage, e cila është një vintage shop që ka gjërat përdorura, edhe është nga më të famshmet këtu në Bologna. Jo, është në të gjithë Europën, më duket. Ka në të gjithë Europën ka Humana Vintage, po. Po tani është mbyllur. Unë po erdha në Itali edhe nuk vajta në të përdorurat. Ndihem sikur nuk kam erdhur në Itali. Se Italia te mendja ime është ajo, të përdorurat. Është pasticciotto, është pizza, është pasta, është motra. Duhet të thoshe njërë motra. E tia. I dua. Edhe unë. Këto dua tani. Kla, një dhurat do motra. Këto pumat këtu i dua, ato bezhët shumë të bukura. Edhe këto të kuqet. Po këto e di që do i vesh më shumë. Motra. Edhe unë i dua. Do më besh ti dhurat një palë, unë ti dhurat një palë. Po. Okej, super. Si tu es ma remontada, je serai là pour toi. Rebe
besoj që nuk ekziston njeri më mirëpritës se motra ime në këtë jetë. Sa arritëm në shtëpi, unë ndërkohë jam kështu sepse më ka zënë një super gjumë në makinë, jam super e lodhur, jam kështu e këputur, hëngrëm edhe tani thjesht dua të flej gjumë, por hapa kamerën sepse desha t'ju tregoj shikoni. Shikoni re motrushka ime na ka shtruar këtu krevatin, që nuk është krevat, është dysheku. Prisni? Na ka lënë bizhamkat tona larg. Këtu na ka lënë kalathin ton. Shikoni. Motra më dha këtë bluzë, do ja tregoj nesër të gjitha. Këtu më ka lënë disa bijou, jewelry. Kjo është një felp për çunin misterioz. Është New Balance, edhe këto do ja tregoj nesër. Këtu janë pantallonkat e çunit misterioz, të cilat më duket ishin të Clyde-it, nuk i bënin, edhe ja dha shoku tim, po duhet i provojnë, nuk jemi të sigurt po i bëjnë. Edhe këtu shikoni re, na kanë marrë vezë të dyve për Pashkët. Nuk e di asun sa kohë kam pa marrë vezë në këtë jetë. Më duket vetëm si fëmijë kisha marrë 1-2 herë maksimum. Edhe na ka marrë vezë re. Përveç të gjitha këto, shtëpia është dritë. Ka ndendur e ka pastruar gjithë ditën motra ime. Ka vënë edhe dekorime të reja. Edhe këtu kemi një çantë të cilën e ka paketuar motra me rrobat e veta për mua, sepse nesër nuk e kam thënë akoma, por do shkojmë në Trentino, udhëtim për 3 ditë. Edhe unë nuk kam marrë valixhe me vete, kështu që rrobat e mia nuk mundesh ati mirë. Edhe motra mi ka paketuar të vetat. E sa të mirë që të kam. Tani po më del gjithë lodhja, tani jam kështu, dua të vdes në gjumë. Normale. Mos të them do flek këtu. Deri këtu të certë. Super. Që të gëzoj motrën. Certë vetëm për 3 ditë ka drejt. Deri këtu do flek. Kështu. Po ndërpres diku këtu programin ton, sepse kam të them një lajm super të bukur, që jam shumë e lumtur në këtë moment që do e ndaj këtë gjë me ju. Javën tjetër, unë bashkë me motrën, bashkë me Clyde-in, do jemi në Tiranë, edhe në 3 maj do realizojmë më në fund një bazar. Do shesim rrobat tona unë dhe motra, edhe do realizohet te piramidat nga ora 5 mbasditës deri 9 të darkës. Dita do jetë e shtunë, kështu që shpresoj të mos punoni edhe të keni mundësi të gjithë të vini. Edhe te bazari mund të gjeni rroba Zara, Comense, Levi's, Pellice, edhe shumë gjëra të tjera, nga këpucë deri byzylyk, deri çdo gjë që mundeni të imagjinoni. Edhe këtë bazar nuk e bëjmë që të përfitojmë lek, sepse çmimet do fillojnë nga 1.000 lek deri 20. 20.000 lek do jenë të tipit palto të rënda ose Pellice, kështu që çmimet janë shumë të arsyeshme që të keni mundësi të gjithë të blini nga diçka. Përveç këtyre, do keni edhe disa surpriza, do kemi edhe disa lojra, edhe mezi po pres t'ju shikoj të gjithë nga afër, sepse e vërteta është që për këtë arsye bëjmë gjithë këtë eventin, të ndajmë pasionin ton në këtë jetë që është thrifting, second hand, rroba të përdorura. Kështu që unë i them edhe një herë, 3 maj te piramidat nga ora 5 deri në orën 9 të darkës. Ju presim të gjithë atje, nuk e zi as më shumë që të mos ju lodh. Edhe tani mundemi të vazhdojmë me programin ton. Ju puth. Edhe që thoni, arsyeja që jam e lodhur unë është sepse ne jemi nisur dje në darkë nga Athina për Tiranë. Vajtëm deri në Tiranë sepse shoku im ka bërë kërkesë për leje qëndrimi të re në Greqi. Edhe na thanë që derisa të dalë e reja, se e vjetra i ka skaduar, mundemi të udhëtojmë vetëm nga Shqipëria. Kështu që vajtëm deri në Shqipëri, kemi udhëtuar gjithë natën, kemi arritur në Tiranë, vjetëm vetëm 1 orë gjumë, pastaj u zgjuam, vajtëm për kafe, erdhi Klinti, kushëriri jon na çovi deri në aeroport bashkë me Edisonin, kushërir ton tjetër. Ndejtëm diku te 4 orë në aeroport. Edhe duhet të kalonim doganën e aeroportit, të na kontrollonin pasaportat e të gjitha. Edhe shkojmë atje. Unë kisha kaluar me pasaportën time europiane, shoku im vajti te doganat normale. Edhe fillovi bante shamat një polic që ishte në kontroll. I thoshte që ti nuk kalon, ti nuk mundesh të shkosh në Itali, nuk do të lejojnë, edhe thjesht më thret. Shoku im thot, nuk po më len të kaloj. I thash, qa? Nuk ka shans. Unë do me thënë thash, nuk ka shans, unë do bëj shamat këtu. Sepse i kishim të gjitha letrat, nuk duheshe diçka më tepër. I kishim të gjitha, ja treguam, edhe mundeshim të udhëtojmë, thjesht
nuk e di, akoma nuk kam kuptuar pse na bëri këtë shamatin që na bëri. Eliana edhe çuni misterios nuk e din që duhet japësh 10.000 lekë policave. Mbase, nuk e dia, edhe në aeroport bën këtë gjëra, më shkruani poshtë. Ta dim herën tjetër ta jap 10.000 lekë që në fillim, të mos stresohem. Edhe na futi një stres. Edhe shkoj unë atje dhe i them, ç'a problem ka, edhe nuk mundet të udhëtoj. Edhe më shikon mua ai e thot, ik ti ik, kështu. Që po ti isha unë atje. Azia nuk do bëje, atë që bërë edhe unë do bëje. Po. Nervat e mia në atë moment. Fliste me shumë arogancë, shumë keq, shumë keq. Në fund, mbas 10 minutave, thjesht i jep pasaportën edhe i thot shoku tim kalo. Kalo, kështu. Edhe thjesht kishim ngelur të dy e shikonim. E mori pasaportën, kaluam, edhe tham pastaj ishim na që stres edhe siklet se thoshim do na ndalojnë, do na kthin brapa, ç'a do bëhet, si do bëhet. Kishim merakun derisa të vim te dogana italiane që do kthehemi mbrapa në Shqipëri, do na kthin. Erdhëm këtu, e kontrollovi pasaportën, i kontrollovi letrat, kalo, i tha. Nuk ndodhi asgjë, thjesht nuk e di pse u bë gjitha kjo. Edhe jemi pa gjumë, edhe jemi kaq orë rrugëve, edhe na ka hypur ky stresi kot më kot. Motra, eksperienca janë të gjitha në jetë. Edhe një deportim nuk ja u kam bërë. Që bëj një herë një deportim, të dini si është, si eksperiencë, të dish, të thuash, e kalova e këta. Unë me sa kuptova, ai ishte një polic tipik shqiptar, që ishte mendje madh, i duket që është policeve, nuk e di, ka arritur maja apo nuk e di, se në përgjithësi neve që kalojmë nga doganat shumë vite tani, përveç se janë të korruptuar e të gjithë kërkojnë lekë, përveç se kësaj. Jo vetëm në Shqipëri, në Maltëzi, në Kroaci, në të gjitha doganat me radhë. Po, Ballkane. Përveç asaj kanë shumë arogancë. Domethënë, e policia aty që të kontrollosh, po çdo gjë është në rregull, që nuk hyn një kriminal aty te shteti jot. Të gjitha këto, por pse bën garipin me popullin e thjeshtë që është në rregull? Pse nuk e kuptoj? Duhet të tregosh që shif sa i fortë jam unë. Edhe na thriste, nuk është që na fliste, na thriste. Ndërkohë pastaj hyrëm në avion, edhe isha ulur ngjitur me një vajzë e cila më foli, më tha që është po studion për avokate, edhe pyeta, i thash, me që i avokate, më jep edhe ti një mendim. Ndodhi kjo. Më thot, jo, mos ki merak, do kalosh, sepse nuk ka asnjëri që të thotë edhe që të bëj. Tha, ai polici thjesht ishte fati jot të ra ai, edhe kaq më tha që punojnë atje edhe nuk din as ligjet, as si funksionojnë me doganat, me pasaportat, me të gjitha. Më tha, nuk i njohin, thjesht duan të bëjnë sikur i njohin. Dhe thash, po, super. Po, arritëm me në fund. Energjia jon është në... Po, është edhe ora 12 e natës, a? Edhe nesër do qëmi dhe erët. E ke thënë çfarë do bëjmë? E thash çfarë, do shkojmë në Trentino. Pronontuam një hotel super të bukur. Ja, prit shkojmë ta shohim. Shpresoj të jetë super i bukur. Trentino është, për ju që mund të mos e njihni, është afër në Alpis. Aty janë Alpis, në Trentino. Në Trentino janë Alpis. Ato... Malet e mdhaja. Ato të njora. Që kanë edhe borë. Atje dhe shkojmë. Që është super bukur, edhe kam parë në për story, edhe në për video e këto foto. Edhe duket fantastike si një film. Edhe unë mezi po presë e shikoj. Edhe duam 4 orë që të shkojmë atje. Mendoni pak, kemi bërë 9 orë që të shkojmë në Tiranë. Kemi bërë 5 orë të tjera që të vim këtu në Itali. Edhe do bëjmë edhe nesër 4 orë që të shkojmë në Trentino. Edhe pastaj të gjitha këto do i ribëjmë, sepse duhet edhe të kthehemi pastaj. Por unë në makinë 4 orë e dini ç'a do bëj. Nuk e imagjinon dot asnjëri. Do ngas makinën. Do flej një super gjumë 4 orë. Po, një super gjumë. Eliana me çunin misterios tani që po ktheheshim ishim kështu të dy. Me gojë hapur. E më bëte kleti, ta mbyll makinën e ti, me të shohim që do bëjnë, thash, por do flinë gjumë, nuk dhe kuptojnë. Jo, nuk dhe kuptoja. Nuk dhe kuptoja. Do flinë gjumë në makinë, kaq. Flasim nesër se jam e lodhur edhe... Do të shlyem edhe të fletë. Sa minuta po flas? Ky është content luksi. Dhe bëj motrën burgatxhiet se do deportohet. Nuk mund të shohem, Po shkoj të bëj banjë të flej gjumë natë.
Mirëmëngjes, nga dita tjetër. Jemi zgjuar, kemi filluar po bëhemi gati. Jemi zgjuar që në orën 7, tani ora ka vajtur 8, po mundohemi akoma të mbledhim rrobat e fundit. Unë jam veshur, normalisht që nuk kam marrë rroba me vete siç ju thashë dhe kam veshur rrobat e motrës, xhinse poshtë e lartë. Edhe kërdur ora të haj pastiçotë. Sepse motra ime e bukur, motra ime e mirë, vajti dje me mëngjes edhe më mori pastiçota. E di pasionin që kam me këto. Edhe do provoj për herë të parë pastiçota me pistakjo, që se kam provuar ndonjëherë. Nuk e di po do jetë shumë e ëmbël. Buono. Motra, sa i që erdhëm të pim kafe tani? Erdhëm tani të pim kafe para se të nisemi. Kafja? Jo! No! Është fati keq, para se të nisemi. Kete drejt. Motra, mos i beso këtyre gjarave. Mos i beso, duhet të thyejmë atë katenën. Kla, je stresuar. Jo. Po stresohesh? Jo. Do na stresosh? Po. E dija. Edhe motra çdo 5 minuta do të shkojnë në banjë. I tha Klajtit të ndaloj. Unë ndër makinë, unë isha kështu po flie gjumë. Edhe pash tani që u kthe Klajti dhe kishte dy si quhen ato në dorë. Grica. Nuk e di, unë i them grica, nuk e di si quhen. Grica. Çdo herë që vim ne ose vin Klajti në Athinë, marrin se i pëlqejnë këto. Edhe fituam 200 euro. Kështu kohë. Që të nxjerrim drekën e darkën për sot. Edhe ne ishim ndërkohë këtu në makinë edhe i tallnim. Ishin jashtë çunat edhe po bënin kështu skrac, edhe isha unë me motrën i thosha tani 3 orë do rim këtu që të rim të presim, çdo herë të njëjta gjëra marrin, edhe fituan 200 euro. Mbas kaq herëve që kanë marrë, një herë fituan, herë e parë që fituan. Duheshe. Tani thashe Leanës vebast që do kenë marrë edhe 2 të tjera. Jam e sigurt që kanë marrë 2 të tjera. Edhe që s'po dalën. Ja. Dolën? Ja, kanë marrë. Shifi me një... Ja, ka një në dorë ai. Me një buzëqeshje. Me një buzëqeshje. Buzëqeshje arrin këtu lart. Rëndësi ka që u tregua fati jon për këtë udhëtim, që do me them që do kemi fat. Ju them që do marrin edhe 2 të tjera, fiks, edhe 2 të tjera. Fituam 210 euro edhe morëm këto me 10 euro. Bravo. 5 edhe 5. Mirë bërë. Motra janë duke në nxjerr lek, çunat. Business. Business. Fillovi shiu. Do qaj. Ne ishim nisur edhe nuk do shkonim direkt në hotelin ton. Do shkonim një herë. Jo, do shkojmë në Lago di Braies, që është liçen. Shumë i bukur, e kam parë në për foto. Edhe shpresonim të mos binte shi, të kishte pak kohë të mirë, po jo. Ja si është koha. Jemi veshur tani dhe bukur për foto, nuk besoj që do arrim të nxjerrim asgjë, po të paktën të shkojmë ta shikojmë, të themi që vajtëm e pam edhe të kthehemi në hotel. Super. Dikush na ka marrë mësysh. Po të paktën fituam 200 euro. Arritëm! Jemi në Trentino, në Dolomites, në... Edhe ka dëbor njerëz, ka dëbor. Thjesht shikoni çfarë po shikoj unë tani. Fantastike. Këtu është parkingu, lam makinën diku andej. Kushtonte 10 euro. Informacione po jap ti dini, po doni të vini ta vizitoni këtë vendin. Edhe tani do shkojmë në këmbë të shikojmë liçenin. Ka brenda të liçenit dhe ato varkat që bën xhiro, edhe unë dua të shkoj ti marr, edhe të bëjmë xhiro, të bëjmë super foto, të kalojmë super bukur, edhe jam shumë e kënaqur. Thjesht problemi është që unë dua të shkoj përsëri në banjë. Kam vajtur 3 herë edhe dua prap. Nuk e di qa po ndodh. Ma kalove edhe Po ta kalova dhe ty. Shake a little, move a little, got me like the glitter in my eyes. Find me in the middle of a moment, baby, I'm a good time. I wanna move on. Unë thash që do marrim varkat. Uji liçenit është akull. Edhe tani nuk ka edhe diell. Kur ka diell uji, në përgjithësi liçeni, deti, e gjithë këto duken më bukur. Kurse kur nuk ka diell, duket pak po bukur është prap, është fantastike. Mund të duhet të vini ta vizitoni më mirë në Behar, kur hapet koha dhe ka edhe më shumë diell.
what you want, I can give you some. Got a fantasy, I know exactly how to fun all night long. Give your loving to me all night long. I don't care what Po vdesnim për bukë. Edhe këtu ka veç një lokal, një restorant të hapur. Erdhëm të hajmë këtu, 18-19 euro pjata. Klajdi me shokun tim morën Justel, që është e vendit. I that ju që dhe bënin hot dog. Por jo, i dhanë një copë buk, i dhanë merë edhe këtë Justel edhe i ka. Kurse unë me motrën bërëm zgjidhje më të mirë. Morëm oriz me patate e me qofte. Tani, kjo pjata pse kushton 20 euro, nuk e di. Kemi filluar po bëjmë fotografi me radhë. Të katërt, unë, motra, Klajdi, hëngrëm edhe kam t'i them që ushqimi që hëngrëm ishte besoj më i keqi që kam ngrënë në jetën time. Nuk kam ngrënë më keq diku tjetër. Edhe paguam 40 euro. 40 euro për dy... Qa është kjo? Paguam 40 euro për dy Justel edhe për një pjat me pak oriz. Me 4 qofte. Qoftet nuk i hëngrëm, nuk hajshin. Ishin të shpifura. Po të vini këtu, ju lutem të jeni të përgatitur të keni sjell ushqim me vete ose të mirni diku tjetër. 2 kokra vese, i kokra qep. Buk me qep aty, me domate. Fantastike. Po në hajt buk njerë. E di që, po të kishte buk me qepe me domate, do ta paguaj edhe 50 euro. Po të hajshe të paktën. Lekët në Trentino në përgjithësi harxhohet. Domethënë është një vend i shtrenjtë. Po të paktën kur ta japësh e ti e hajrit. Të hajerit. Po. Sa kuptom që duam 2 orë që të kthehemi në hotelin ton. Ne mendonim që kemi do 1 orë rrugë deri te hoteli. Kemi 2 orë. Kemi bërë 4 orë që të vim këtu, edhe kemi edhe 2 orë të tjera që të shkojmë në hotel. Klajdi ka lajthitur. Më thot motra, dorim nesër në hotel, gjithë ditën në spa, sepse e pa burin e vet, tha, nuk do duroj ditë tjetër, ditë të dytë të shkojmë diku. Edhe halli që hotelin e kemi paguar edhe të mjaft shumë. E kemi paguar shtrenjtë. Kur ju them shtrenjtë, okay, se ka brenda spa e këto, por do ja tregoj pastaj hotelin kur të arrim, do bëjmë një hotel tour. Mbasi dham 40 euro që të hajmë drek, erdhëm të hajmë drek. Erdhëm të hajmë McDonald's. Edhe më pak lek. Shije jetës. E do hajmë vërtet drek. Ti ke ngrënë këta do njerë. Jemi me fat sepse ngjitur me McDonald's kemi edhe supermarket, kështu që po shkojmë të blejmë do një gjë, ta kemi në hotel, do një verë, do një diçka të pim të hajmë të ende, të bëjmë shopping edhe të kthehemi më në fund në hotel, se ka vajtur ora 5-6 mbas ditës edhe ne nuk kemi vajtur akoma te hoteli, nuk e besoj dot. Gjithë ditën rrugëve. Motra pse e gëzuar? Se gjeta për herë të parë në Itali pranuj. E shikoj motrën nga larg, ishte me Klajdin edhe i bante. Unë erdhe i ja bëra Klajdin, e po shifte te karroca, më tha çfarë gjeti tash. Nuk ka, në Greqi ka më duket, kishin dalë një periudhë. Dua t'ju jap një informacion. Po na kërkoni ndonjëherë në ndonjë supermarket, këtu te verat do jemi. Okay, let's go. Arritë motra. Arritë. Më në fund. Arritëm edhe kemi hotelin në një fshat tipike të vendit, edhe janë të gjitha me çativ, kjuci me dru, shumë të bukura. Jam shumë e lumtur. Shikoni këtu pamje, shikoni sa pamje. Duket sikur nuk jemi në Itali faktikisht, duket sikur jemi në Gjermani. Jo në Gjermani, në Austri. Në Austri, në Zvicër. I love this place. I freaking love this place. Freaking beautiful. Sa hyrëm të dhoma, dyqan, re është shumë bukur. Normalisht, nuk ishim paguar ne për këto dhomat, sepse këto dhomat kanë edhe balkon, kanë edhe pamje, ne kishim paguar për dhoma normale. Po, kur ishim poshtë, që flisnim me recepcionin, na pa mbase me kamera nuk e di, edhe foli pak ma të tjetrën, kolegjen, edhe na tha, ju kemi dhënë dhoma me pamje. Edhe tham, fantastike, shumë faleminderit. Shikoni, tani këtu jam te hyrja. Tu është dera që hyn, edhe këtu sa hyn kemi këtë dollapin
hapim këtu që mundemi të vëmë roba brenda. Këtu është që të vesh këpucët, poshtë kemi vënë ne çantat e kemi bërë xharu muj. Këtu ka një kalath e cila ka peshira për në spa, për poshtë, sepse nuk kemi parë akoma span edhe pishinën e këto gjëra, do i shikojmë nesër. Edhe nga ana tjetër e hyrjes kemi derën e parë, e cila është banjë, edhe këtu ka veç tualetën, por nga ana tjetër, që është dera e dytë, ka dushin. Kemi këtu pasir gjigant, ka këtë stilin shumë vintage që unë adhuroj, po nuk është vintage të tipit e vjetër, nga to hotelet të vjetër që janë pisa ose janë të shkatruara, është vintage e mirëmbajtur, po të tipit ndjesh sigurie mbretëresh këtu brenda, sikur kalon në një kohë tjetër. Këtu është dushi, edhe dushi është gjigant, është deri andej, shumë i bukur. Edhe pastaj kalojmë te pjesa kryesore. Këtu i kemi një skrivanie normale, edhe këtu kemi krevatet tona. Shikoni sa bukur që i kanë bërë një zemër këtu. Këtu në kanë lënë edhe peshira për banjen, edhe kjo cepa këtu më pëlqen shumë. Shikoni, kjo karige është fantastike njerë, e dua për shtëpinë tonë. Ka këtë materia më ndërpren, por unë do vazhdoj. E shikoni gjithë dekorimin, që është fantastik, vintage, tapeti poshtë, kjo karigja këtu, fantastike. Edhe pjesa më e bukur e dhomës tonë. Kemi një balkon gjigant, njerë, shkon deri atje, tani nuk do dal deri jashtë se nuk jam me këpuc, po shikoni qa pamje fantastike kemi. Atje kemi malin me dëbor. Kam ngelur me goj hapur kësaj radhe. Edhe ky balkoni këtu është balkoni motrës. Prisni të shikoj, po mundem të gjej diku, nuk e shikoj. Erdhi motra. Motra, si të duket ama? E shumë bukur është. Ere shumë bukur. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Shumë e bukur. Pse erdhet edhe ma ime? Ere çunat vajtën poshtë makinat marrin gjëra, se di çat bëj, po do fle gjumë, po do ri të presa, po diçka, po të ri kshu, edhe pak do fle, e nuk zyem deri nesër. Erdhet më qash mua kokën, do me thënë. Unë mundem të spionoj. Edhe unë. Jo. Unë të kam gjë spionuar. No. Ke provuar do njërë të këtila ti? Jo. Njerëz janë këto. Po nuk po i bën fokus tani. Brownies. Franui. Ja, kjo këtu. Mere motra. 100 motra. E mirë është. Si lamponi me çokoladë. Si ma na pera me çokoladë. Ma më pëlqen. Se i venga vite. Rehati ve një nënt. Nën. Po, unë i masakroj brenda natës këto. Mere, zemi në një mal. Nuk dëgjoj ta zjem. As makina, as zhurmë, as jetë. Zero. Relaksit total. Mua udhëtimet të mia të preferuara janë ato që kanë të bëjnë me natyrë. Është bukur të shkosh të shikosh një qytet, vajtëm në Stamboll, për shembull, para disa muajve. Nuk krahasohet qyteti me këtë qetësinë që të jep natyra. Faleminderit motrat, se nuk bëj sken. Hamera, kaloj edhe një herë. Jam dakord me motrën, natyra është shumë e bukur. Ose edhe ti do një xhiro në Japoni. Okej. Njerëz më pëlqen shumë natyra, ta shoh nga makina. Edhe nga hoteli. Hotelin me spa, me pishinë, do të ri në pishinë e të shikoj natyrën. Pse pagova gjithë ato leku në këtë hotel? Po, të kuptoj, po. Nuk do ishte bukur të shkojmë me një xhiro kështu në mal, të ecim, të mbledhim lulka, e kupton. Preferoj t'i ble. Mirë, se s'ka që do shkoj me mamin. Mami është për këto gjëra. Hobi me shtet nga kalamajt mali. Jo. Ti? Jam lodhër ta, nuk kuptoj qartë. Njerëz, unë kur lodhem nuk di të flas. Kla. Ti si e? Si e? I lodhër. Na thuaj një diçka. Një diçka. Ju kam thënë që kam intolerancë në laktozë, kur erdhi Elena po hajm tortellini me parmigiano, me pana, me bechamel, me gjëra. Edhe unë në këtë moment jam në një moment shumë të keqe, që ka ndodhur kjo. Edhe nuk jam me bar, thjesht kam ngrënë laktozë. Mos është motra me bar edhe thot që ka intolerancë në laktozë. Kjo është 6 muajsh e bare, file. Shife sa më është bare. E dia që e fshije. E dia që kishe kalama. Çesh, goca po oçun. Gangster. Qa mund tjetë? Po ti qa bën? Po shikoj çka ka vënë në grën. Dhe të dini diçka për çunin misterios. Han. Nga momenti që zjohet deri në moment që mbyll syt, mendon vetëm çfarë do haj. Kur han mendon çfarë do haj më vonë mbasi mbaroj atë që hangrit. E në përgjithësi vetëm gjë që bën udhëtimet tona është haj. Domethënë ikëm në restorant haj, e rrugës që po kthehemi për hotel ose për shtëpi thot ndalo të marr edhe një pica, se më han.
Se ajo që ëngrëm te restoranti ishte në fillimi. Po. Edhe shikoni si është. Po, është 40 kg rob. Fla, do desha ti kishe këtë fat, të haje edhe të mos shëndoshje. E kisha kur isha i ri. Tani ikën vitet. Kaluan rinia. Ato vitet e bukura. Atë gangster legun që kisha. Motra, ti do deshe ta kesh atë që ka, çuni misterios. Po, të haje edhe të mos shëndo. Po. S'ka gjë, rëndësi ka që je super yll. Ka krima në stomak. Jo, e keqja është që hana i E shëndosh ti. unë haj një copë janë 10 dhe unë markile prapë. Edhe ti si der hat, kam pa. Nuk është e vërtet, motra ime as si një flutur. Influencem kollaj, po pash tjetri që ka marrë dy sufllaj që do marrë edhe unë. E vërtet, kur ishe ti te shtëpia, edhe haje një tost, haje edhe unë vetëm një tost. Kur jam me shokun tim, po hëngrit ai 2 tost, duhet haj edhe unë 2 tost. Influencojmë, nuk e di. Edhe Klajdi çfarë, që vajtëm në mak tha jo, nuk ça do hani tani, sa hëngrëm, nuk. Klajdi Do ndërkohë. hani ma vonë pastaj. Po. Se kisha Jo, vizitë para aty. se të thuash Kla, këta. Kla, mjeshtra. e masakrova atë burgerin. Gangster lëku. Që thoni të pim një verë, një gjë. Po motra nuk pin një verë, një gjë. Motra mori një super gjë. Këtu nuk kanë koktelet ato klasiket që pinë Greqi që i di tamam ç'a më pëlqen, ç'as më pëlqen. Kështu që more një që gjeta, që kishte luleshtry dhe brenda, unë i pi të ëmbla, thash, hajde moj provoj. Ja, na thuaj, të vërtetën, Nuk të pëlqevi. Është e rëndë, nuk është që është e shpifur në shtëpi, është e rëndë. Ka shumë alkohol. Po, ka shumë alkohol. Sot Eliana Këtu më ka duhet njerëzit bëjnë tap. tap sot Eliana. Unë jam që jam e lodhur. Po pive edhe pak? Gjumë, direkt. Shumë herë të mirë mbare. Mban herë fantastik, mban herë Jo, vanilja. nuk është e rëndë. Herën nuk është, si ka një shije partikolare. Ka një shije diçka, është edhe i idhur. Është e idhur. Po, nuk është e rëndë, nuk ka alkohol. Ka diçka strano. Së pëlqevi. Do pi verën time, qin. Motra më tha, merit se po s'ti pëlqen do ta pi motra. Tani më thot, unë do pi verën time. E pire, e pi. E pi. Se kam problem. Njërës, më zërë për mbaj veten të zjuar. Unë as nuk e di pse kemi erdhur të pim diçka këtu. Eliana, mos e vazhdojmë këtë muhabet, se do hash dru. E dini pse kemi erdhur të pim diçka, sepse neve vajtëm në supermarket e blevëm 2 vera. Blevëm atë që pëlqen Elianës e një tjetër. Puna është që nuk kemi marr hapse për vera. Na vinte turp të kërkojmë hapse, tham shkojmë njerë të pim diçka, pastaj kërkojmë edhe hapse. Edhe të pini mbasi të keni kaluar 18 vjeç. Okej? Kaq, faleminderit. Po, faleminderit për mesazhet e bukura që jep. Mbasi të bëheni 18. Motra, Një gotë verë. kur jeton në Ballkan, motra, rakin e ke për mëngjes. Kur? Tani qa thua ti mbi 18 vjeç? Leri. Eliana, të duket hoteli Kripi. Po. Pse? Ky hoteli është i bukur, po është edhe pak creepy. Se ka shumë gjëra druri. Ka shumë gjëra të vjetra. Prit. Tani, këtu, ngjitur me ne, kemi disa kukulla. Kështu, kot më kot. Atje është Krishti. Do me thënë, nuk kanë lidhje njëra me tjetrën, prisni. Pastaj shikon këtë këtu, pikturën. E nuk duket pak e tremshme. Do me thënë, nuk duket si në ato filmat heror, që ka disa piktura të këtilla. Pastaj shikon këtë. Nuk e di, është kombinimi të gjithave që e bën të tremshme këtë. Edhe po talësha që parë me motrën, se kemi mbrapa një dollap kështu prej druri. Po i thosha aty mbaj njerëzit që nuk janë më në jetë. Edhe e besopi. E më thoshte, ja bënte Klajdi, po e kanë tradit këtu. E ja bëri Elana, e po në pse ulëm të kjo tavolinat. Jo, genius. E mençura e Jam e motrës. lodhur edhe unë. Të them të drejtën, tani që po shoh skenën ty Krishtin andek, të prej druri kënde është pak creepy. Edhe kukull, Faleminderit. është pak creepy. Faleminderit. Ke të drejtë, jam dakord. Është. Edhe çfarë vajtat e dom Elianës si trokita derës. Edhe po shikoja diçka anash. Edhe i dal Elianës u trem. E më tha, hapa derë mendoj që kishte vërtet fantazma. Që po më trokasën derë. Se fantazma faktikisht vjen të troket. Thot, mund të më ty hy? Se historira kam dëgjuar unë me fantazma që trokasin derën, e hap ti pastaj, edhe hap derën edhe Nuk do ta dëgjoj la. Edhe kur e hap Edhe kur e hap derën, hyn brenda fantazma. Po e kam dëgjuar unë, prandaj kisha frikë. Nesër do zëm e degëm në pishinë të bëjmë. Nesër do rim gjithë ditën në spa.
Sot ishim gjithë ditën në makinë, nesër gjithë ditën në spa, që ta balancojmë pak. Të bëhet mirë më atë. Mirëmëngjes, nga dita tjetër, ora është 9 e mëngjesit. Duhet të lajmë, të shplajmë, që të shkojmë poshtë të hajmë mëngjes, se kemi edhe mëngjes brenda te hoteli. Walking on the edge, got a tear in my heart, but a weight off my chest. Set fire to the rest. I can see through the smoke, but the pain is still fresh. Ere mëngjesi që kanë këtu branda, është fantastik. Unë kam marrë të haj kos me granola, me pak mjalt, me pak lule shtrydhe, kishte edhe fruta të tjera dhe dukeshin shumë të freskëta. Nga ana tjetër mora pak buk, pak gjalp, edhe kejk, edhe duhet shkoj të marrë edhe të tjera. Edhe kemi porositur edhe cappuccino, ndërkohë ju flas në këtë situatë, flokët e mia janë kështu. Mos më vini re se jam zgjuar, do i rregulloj pastaj. Kemi marrë edhe cappuccino të provojmë. Edhe në përgjithësi unë e kam frikë kafe në për hotele, sepse gjithmonë na i bajnë skandal, keq fare. Por le të provojmë si është këtu. Në sy duket bukur. Është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Shumë e lumtur jam. Çaj mali? E kush ta garanton që është mali e nuk është deti? Ishte shkruar te etiketa. E po mirë, mund t'jetë deti edhe të gënjejnë të shkruajnë mali. Nuk të gënjej. Pjatat si ato që ka marrë unë të uzati. Shife sa të bukura që janë. Klajdi ka erdhur kështu sot për mëngjes. Mos je gjë gjerman. Jam, po adaptohem te sistemi. Po Apo- jam unë për gjerman. Po, për rus. Hyn në avion në Shqipëri, më flasin gjithë anglisht. Them fol shqip se shqiptar jam. Po ti dukesh si rus. Ere, unë ju tregova hotelin si duket nga jashtë. Shikoni sa bukur që është. Kanë vënë edhe super lulka. Shikoni sa të bukura që janë të gjitha. Duam të shkojmë edhe një xhiro, pastaj andej të shohim si është. Këtu përballë me hotelin kemi edhe këtë parkun, i cili është i hotelit, po tani besoj që është edhe mbyllur sepse është koha e keqe. Po shikoni edhe këtë sa bukur që duket. Këtu kemi qenushkën ton, që është edhe kjo i hotelit. Shifni shpirtin këtu që po ulet porin. Edhe disi kështu është edhe parku. Edhe këtu është super bukur. Edhe andej vazhdon fshati. Erdha deri lart që të marr pallton time, se kisha ftohtë, edhe tani po zbres prap sepse tham të shkojmë një xhiro, të shikojmë pak fshatin ton. Edhe pastaj do kthehemi në hotel, të ndrohemi edhe të shkojmë më në fund poshtë në spa. Po bëjmë xhiro edhe tu ka pula. Edhe motra ime është shumë entuziaste me pulat. Plus trego shpinë që do në të blerë motra jote një ditë. Ja, të kap këtu në skenë ty edhe shpinë tënde nga mbrapa. Mbaj ashtu duart. Shikoni si është mbushur me leshin nga qenkat motra ime aty. Edhe pulka do i desha të shtëpia ime. Idealisht do desha të kem pulka. Unë dhe desha kuaj. Edhe kuaj e pulka. Po hecnim, edhe pam një shtëpi, edhe e kanë bërë magazinën e tyre po shtëpisë, edhe shesin lule. Edhe besoj që nuk e di, bëjnë vetë apo i mbjellin diku edhe pasi shesin. Fantastike. Edhe dëgjojnë edhe ato. Dëgjojt ai kokoras. Dëgjojnë Gjeli. Gjeli. Morëm vezë, vlem vezë që t'i qajmë. E të bëjmë qinqinë e të shofëm kush do fitaj. Si. U kthem në hotel, edhe jemi ndruar, kemi marrë peshqirat tona në përduart, kam veshur edhe këtë, si quhet burnuzi? Rob diçka. Rob. Kemi veshur roba banjo nga brenda edhe po shkojmë te spa. Si gjithmonë
gjithmonë nuk kam bërë mbyllje në këtë vlog. Kjo ishte udhëtimi jon në Trentino, të tjerët besoj keni parë te vlogu i motrës, edhe unë e kam vazhduar vlogun, sepse pastaj u ktheva në Tiranë, edhe ndente atje bashkë me mamin edhe babin, edhe kemi bërë edhe në Tiranë gjëra kështu të bukura, turizëm, vajtëm në Kruj, por të gjitha këto do t'i shikoni te vlogu i radhës. Shpresoj të arrit të editoj edhe ta keni gati të martën, që është dita ime që postoj gjithmonë. Edhe të mos haroj, po ju pëlqevi ky vlogu, të bëni një like, një subscribe, një koment, të rritemi edhe unë një puth.